Ministria e Financave pret që deri në fund të vitit të mblidhen 843.1 miliard lek, ose 20.1 miliard lek më shumë se sa projekcioni fillestar, ndërsa plani i shpenzimeve shkon në 906.8 miliard lek në dispozicion për t'u harxhuar për paga, pensione, ndihmën ekonomike, investime, arsim, shëndetësi, bujqësi e mëtej. Sa i takon burimeve të rritjes së të ardhurave, qeveria thotë se ato vijnë nga rritja ekonomike dhe mirë administrimi e jo nga inflacioni. Norma e inflacionit është 2.5% mesatarisht në këto 5 muajt e fundit, që do të thotë rritja e të ardhurave ka ardhur plotësisht si rezultat i mirë administrimit tatimor dhe doganor. Në total, përgjatë gjithë periudhës së konfliktit, të ardhurat shtesë që ka marrë buxheti i shtetit kanë qenë 275 milion lek. Ministri i Financave Petrit Mala i tha në Komisionin e Ekonomisë se rishikimi i buxhetit ishte i domosdoshëm për të indeksuar pensionet dhe për të shtuar fondet për mbrojtje në kuadër të detyrimeve ndaj NATO-s. Nëpërmjet këtij akti normativ, afruam indeksimin e pensioneve me efekt financiar nga 1 korriku dhe jo më siç ka qenë më përpara nga 1 tetori. Plani për qeverinë është që indeksimin e ardhshëm ta afrojmë në muajin prill, siç ka qenë edhe në vitet e mëparshme. Nëpërmjet këtij akti normativ, sigurojmë financimin e menjëhershëm të shpenzimeve prioritare në fushën e mbrojtjes në funksion të përmbushjes së angazhimeve që ka Shqipëria në raport me NATO. Duke ju përgjigjur pyetjeve të opozitës, Mala u ndale edhe tek rindërtimi, për të cilin tha se fatura në buxhetin e shtetit ka kapërcyer shifrën e 1 miliard eurove. Kostoja totale e procesit të rindërtimit është vlerësuar në masën 124 miliard lek ose 1.2 miliard euro. Deri në fund të vitit 2026, fondet të angazhuara nga buxheti i shtetit kanë qenë në masën 108 miliard lek. Sa i takon dëmshpërblimit të ish përndjekurve, ministri tha se deri më tani janë paguar vetëm të dënuarit e drejt për drejt. Flasim për 13.500 dosje në total, nga cilat 3.100 janë paguar tashmë plotësisht, ndërkohë që mbeten edhe rreth 10.400 dosje të tjera që janë në proces. Këto kryesisht janë dosje që lidhen me pasardhësit, pra të ish të dënuarve politik. Përmes rishikimit të buxhetit dyfishohet mbështetja financiare për fëmijët me aftësi të kufizuara, si dhe 15 milion euro shkojnë për barnat e onkologjikut në shërbimet spitalore në vend.